Përshëndetje, përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë bashkarisht dhe për të komentuar rreth ngjarjeve më të fundit të artistëve shqiptar. Sot po flitet për këtë çift. Po komentohet për Mateon, po komentohet për lëvizjet e tij të fundit, për jetën me Brikenën, për marrëdhënien me Brikenën, si shkojnë gjërat, si është marrëdhënia, a kemi gjëra të bukura në këtë marrëdhënie, domethënë pyetje të shumta në fakt nga publiku shqiptar. Fillimisht njëherë Mateo dhe Brikena janë në ditët e tyre më të lumtura, po e shijojnë në formën më të mirë marrëdhënien e tyre dhe kjo gjë është për të duar trokitur. Në grupin të cilin e ka hapur Mateo në Instagram, ai mundohet që të jetë sa më shumë pranë miqve të tij, sa më shumë pranë fansave të tij, pranë atyre njerëzve të cilët e duan, e mbështesin, i dhurojnë dashuri dhe i dhurojnë atë emocionin që vetëm Mateo dëshiron ta merrë. Mateo, ditën e sotme, e ka nis duke postuar një video të shkurtër te ky grupi që në fakt unë do të kisha protestuar në mënyrë mediatike apo virtuale, le ta themi, që këto video të kenë një fillim, një mes dhe një fund, domethënë mos jenë video vetëm një sekondçe, por le të krijohet një bashkëbisedim i vogël me publikun, domethënë të vi videoja tamam. Dhe besoj që Mateo do ta dëgjon këtë gjë. Mateo ka hedhur këtë video tashmë nga Shqipëria, sepse disa ditë ai nuk ka qenë në Shqipëri, ka qenë pranë Brikenës, ka kaluar një kohë të bukur me Brikenën, janë kënaqur me Brikenën, kanë vizituar vendet ku Brikena ka kaluar kohën, kanë takuar miq, familjar të Brikenës, familje nga ana e mamit, familje nga ana e babit, me patjetër që ka takuar dhe Dajën dhe Tezen, ku në fakt Tezja erdhi më herët për ta takuar Mateon brenda në shtëpinë ditën e dasmës. Do thënë kanë qenë ditë të mbushura me shumë emocione, kanë qenë ditë të mbushura me shumë pozitivitet dhe me shumë dashuri, ëh. Domethënë kjo është ajo që në fakt e karakterizon një njeriu e mirë. Mateo ndau disa momente, dhe pse në fakt Brikena mendoj unë që është pak si e tërhequr nga këto fotografit, nga këto storit, nga që edhe në Instagramin e vet, që në momentin kur doli nga shtëpia, Brikena nuk është se nxori diçka, domethënë nuk ka qenë shumë aktive në rrjetet sociale, ndoshta preferon që në Instagram të publikon dhe të nxjerr vetëm jetën e saj publike, jo atë personale. Dhe kështu që Mateo mundua të nxjerrë diçka të vogël, shumë të vogël, për ndjekësit e tij, një përqafi me Brikenën, shoqëruar dhe nga Boli, shpikja e Mateos, ashtu siç e quajti Brikena, dhe gjithçka tjetër. Tani, çfarë po ndodh? Çfarë do të presim nga Mateo? Përpos që Mateo njëherë është duke shijuar të gjithë këtë sukses, të gjithë këtë ëndër të realizuar, sepse kjo është ëndër. Për personazhet të cilët bëhen pjesë e formateve të këtilla, këto gjëra tashmë pas këtij formati, domethënë kur i merr të mirën e këtij formati, kjo shndrohet në një ëndër, shndrohet në një rrugtim që thjesht e ke pas imagjinat, okay, e ke manifestuar më herët, e ke jetuar më herët këtë gjën, por është ëndra jote e bukur dhe realisht ëndrat janë momenti më i bukur kur ti më pas të bëhen realitet dhe i shijon. Dhe unë mendoj që Mateo ka patur ëndër të ketë dashuri të publiku, të ketë këtë mbështetje nga publiku, të ketë këtë suport nga publiku, të ketë këtë respekt nga publiku dhe në një mënyrë ja arriti qëllimit të tij. Por nga ana tjetër, se çfarë do të ndodh me të dhe me Brikenën, po përflitet shumë një dasmë,
që nga informacionet që kam unë nuk do të ketë një dasëm gjatë verës, sepse Brikena dhe Mateo njëherë duan të shijojnë momentet e tyre, me patjetër që takim të prindërve do të ketë, por një dasëm jo. Më thënë një dasëm jo. Brikena dhe Mateo duan të shijojnë momente, duan të kënaqen, duan të argëtohen në atë gjën e bukur që këto të dy kanë ndërtuar dhe po e shijojnë, dhe me patjetër që nuk do të bëjnë një dasëm. Por nga ana tjetër, Brikena pritet që të nis tashmë një rrugtim në shumë plane të reja. Ofertat për çiftin vetëm se kanë filluar, do me thënë shumë kompani të njohura, duke ju siguruar oferta me kosto jashtëzakonisht të mirë, që mund të bëjnë reklama të ndryshme, dhe Mateo do t'jetë pjesë e shumë reklamave të kompanive, ndërto edhe kontrata që ka marrë në fakt edhe nga Top Channel, do me thënë do t'jetë një verë e mbushur me surpriza, a do t'jem pjesë të emisioneve të udhëtimeve, me patjetër që po, do t'jem pjesë, sepse Brikena dhe Mateo janë dy përfaqësuesit më të mirë që mund të bëjnë reklamat më të bukura të udhëtimeve, qoftë edhe në këndin e dashurisë, dhe do me thënë do të kemi një moment të bukur pak si summer mes Brikenës edhe Mateos me një emision të ndërthurur në Top Channel, do me thënë këto janë thashe themet, li ti themi, që po fliten lart edhe poshtë për çiftin, që çfarë emisioni mund të marrin, a do t'ju besohet një rrugtim i tillë? Po, do t'ju besohet, do me thënë mund të kemi një rrugtim të tillë për këtë çift, dhe besoj që do t'jetë një ndër rrugtimet më të bukura që ky çift do ta bëjë. Nga ana tjetër, çfarë pritet edhe më tej, do me thënë përpos se qetësisë shpirtërore, përpos relaksimit të këtyre të dyve, dhe këtyre kontratave të shpejta, por me sukses, nuk ka asnjë gjë tjetër aktualisht nga Mateo dhe Brikena. Do me thënë çifti Briteo ka preferuar që të kalojë disa ditë të bukura, ku dhe Brikena në momentet në vazhdim, do me thënë do të udhëton për në Itali, edhe për të takuar familjen e saj, sepse prindërit Brikena i kanë në Itali. Do me thënë është një verë e bukur për këtë çift, do të shohim story interesante, do të shohim fotografi, udhëtime të bukura, do me thënë çifti është pozicionuar fillimisht njerë vetëm tek udhëtimet dhe tek dashuria. Më pas, me patjetër që do të vinë edhe misionet e tjera, që në këtë rast janë misionet për të realizuar ëndrat tashmë, apo planet që çifti ka për në vazhdimsi, sepse fama e marrur, suksesi që morën nga Big Brother dhe nga televizioni Top Channel, është një sukses i cili tashmë do të duhet duartrokitet, do të duhet të menaxhohet mirë dhe do të duhet të punohet fort me këtë sukses për ta mbajtur tek publiku. Por që nga Briteo kemi çfarë të presim, do të kemi një dasëm, do të kemi momente të bukura që çifti do t'i shijon dhe do të jenë kulminacione të paimagjinueshme të këtij çifti. Do kemi gjërat më të bukura, gjërat më fantastike që mund të na sjellën çifti Briteo dhe që ne realisht mund t'i jetojmë dhe t'i shijojmë këto momente. Ne do takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe në platformat e mia digjitale. Unë jam këtu i tëri për ju. Ju përshëndes me shumë dashuri, unë Tirona Lili.